Rrëfimi tronditës si Gjeneta Fetahut që shkundi rjetin. Gjeneta trondit publiku me unazën e martesës që nuk pranoi kur. Jo për shkak të gurit, por të personit, Gjeneta Fetahu zbulon arsyen pse refuzoi propozimin për martesë. Në një rrëfim të papritur gjatë emisionit Trotuar, Gjeneta Fetahu ka zbuluar se ka marrë një propozim për martesë, të cilin e ka refuzuar. E ftuar në studio, ajo solli edhe unazën e famshme, që ka ngjallur shumë komente në rrjetet sociale dhe media. Por ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte arsyeja pse nuk e pranoi propozimin. Nuk ka qenë çështje guri, por personi, u shpreh Gjeneta me sinqeritet, duke theksuar se nëse unaza do të ishte nga njeriu që ajo dashuron, përgjigja do të kishte qenë po. Moderatorja Nevina Shtylla dhe panelistët nuk nguruan ta ngacmonin, duke i përmendur edhe pushimet e famshme që ishin komentuar gjerësisht në rrjetet sociale. Në një moment, Gjeneta u shpreh me humor se "Unë kam edhe gishtat e vegjël, nuk shkon një gur shumë i madh." Për më tepër, ajo zbuloi se aktualisht është në një marrëdhënie, dhe se i dashuri i saj i ka hequr bllokun vetëm javën e kaluar. Po të ishte unaz nga ai, nuk do e kisha refuzuar, tha ajo duke lënë të kuptohet se zemra e saj i përket dikujt tjetër.